Pas 37 vitesh mungesë investimesh në sektorin e ujësjelljes kanalizimeve, Ministria e Transporteve do të investojë një fond prej 450.000 eurosh në këtë sektor. Fond ky e akorduar nga Ministria e Ekonomisë franceze. Projekti është në bazë të një marrëveshje për përgatitjen e standardeve teknike të projektimit dhe zbatimit të ujësjelljes kanalizimeve, e cila u nënshkrua nga Ministri i Transporteve Sokolov Dashi dhe ambasadorja franceze. Është një marrëveshje shumë e rëndësishme për ne në dy aspekte. Së pari është e para e këtij lloji që bëhet nga qeveria franceze në fushën e ujit, pra është një futje e shtetit francez në investime në sektorin e ujit në Shqipëri, dhe kjo është mjaft pozitive për ne. Së dyti dhe që është më e rëndësishmja, kjo do të përmirësojë një standard që daton nga viti 1974. Pra standardet tona të projektimit dhe zbatimit në fushën e ujësjelljes kanalizimeve janë të hartuara në vitin 1974, pra janë shumë të vjetra. Sipas ministrit të transporteve Sokolov Dashi, bëhet fjalë për një punë që prek të gjitha elementet e një skeme të furnizimit me ujë, ndërkaq që dhe ambasadorja franceze theksoi faktin se me këtë projekt Shqipëria do të ketë një sistem modern për përpunimin dhe furnizimin me ujë sipas normave europiane në të ardhmen.